Para disa ditësh, reperi Ledri Vula deklaroi se do të kishte dëshirë të madhe për një bashkëpunim me Gjestin, ndërsa kur u pyet për bashkëpunim me Joz Markun, ai lunguroi të jepte menjëherë përgjigje negative. Por së fundmi, ish banori i shtëpisë të famshme Joz Marku ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit, tekse u përgjigj disa pyetjeve. Ledri tha për Gjestin që i pëlqen shumë dhe për ty që s'do bashkëpunim. Si thuhet kësaj, ishte një pyetje që Joz Marku mori nga fansat e tij. Kingat në tuf, Luani vetëm në fron, ishte përgjigja epike që vetëm Joz Marku disi t'ja jap fansave të tij. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se dalja e Jozit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri në gjysmën finale shkaktoi reagime të shumta në rrjet. Nga një moment teksa Jozi po dilte, ai qelloi me shuplak Gjestin, një veprim ky që u kritikua shumë nga fansat e Gjestit, por jo vetëm.